e Gjigandit, Irlanda e Veriut. Ajo është një mrekulli e vërtetë e natyrës dhe një atraksion i veçantë turistik. Karakteristika më e spikatur janë rreth 40.000 kolona të ndërlidhura me njëra tjetrën, të cilat krijojnë formacione të veçanta. Këto kolona janë rezultati i aktivitetit të lashtë vulkanik, i cili ka ndodhur rreth 50 deri në 60 milion vjet më parë. Krahas shpjegimit shkencor është dhe legjenda magjepsëse e gjigandit irlandez Finn McCool. Historia tregon se përmes kolonave ai krijoi një rrugë për të arritur në Skoci. The Giant's Causeway ndodhet në bregun mahnitës Antrim, duke ofruar pamje mahnitëse të Oqeanit Atlantik të Veriut. Lumi magjepsor filipine, i fshehur në xhunglat e Mindanaos, ky lum ka ujë tepër të pastër me ngjyrë blu. Burimi i tij është ende i panjohur, diku midis shpellash nëntoksore, duke e bërë gjithçka akoma dhe më misterioze. Thjelltësia e jashtëzakonshme e ujit i lejon vizitorët të shohin shtratin e lumit dhe peshqit që ndotojnë në të. Legjendat dhe folklori vendas kontribuojnë në reputacionin e magjepsor të lumit, duke e pasuruar atë me histori të zanave, shpirtrave dhe peshqve misterioz. Një ritual i përditshëm është ai i ushqimit të peshqve, shoqëruar me himnin e Hinatuanit. Kjo ngjarje tërheq turma të mëdha dhe është një spektakël unik. Mjedisi përreth tij është i harlisur, tropikal dhe të jetë piktoresk.